Moj gru. Gjithë këtë pashallok që e kemi, e gjithë këtë pasoni, kush na u largu Murzia. Krejt u i bajt gajlet e Miletit. Vetë ke zgjedh mi bajt gajlet e Miletit. Kur gjë keq nuk je. Punë nuk je. Tjertë po t'i kryn krejt punët, edhe shërptort. Ti veç po jep urdhna, tjertë po t'i zbatojnë. Nuk jam të fol për punë, moj. Jam të fol për Murzia. Kush në shpi nuk punahin, as një misafir. Një muhabet me dajt me dikan, anaj dertë, anaj hava. Këtu vetë ke marrë vendim. Kush me hymë shpitonde e kush jo. Familjen tem nuk pelen me ardhë. Thë që ata janë katunarë thjesht. E tasht rrej vetë. Pash një zot balma. Unë e du me kajt na i hau, ti më hi për mi qafë. Pa ec ma shpije kry na i pun atje. Masa më zgatë shumë a vetë. Zotë se në të boj. Abir, shka bane ka kesët. Ta doli në përkaton një qaj. Po. Dola po. Ke qetë. Kur kush s'po volë kur gjon. Po, te e din që ata para meja edhe nuk po gëzoj me folë bash. Po të ja smujt e pak me nguc, kështu me fjale, me i provokohe, mos po nëzirë dhe shka pjetën, vetë mos po folin e sen. Po, u munua dhe bo, po. Kur kush nuk po ankohet. Bele, ata kretë po t'livdojnë ty. Po. Para sinve krejta bajnë rafsh. Mas shpine ta ngollin thikën e qka nuk thojnë. Mo po më vinë fjallë tjera. Nuk po folin fjallë të mira për mu. Po Bob, unë e menova me nëzirë një njëri tjetër për këta punë. Edhe me angazhu që aj me marrë vesh ma mirë kush po ankohet e kush pi nëzit katonartë. Nashta ki drejt birë. Se para teje nuk folin ato. Po s'po di edhe one kanë me shu në njëri ma të besushëm. Me shku me i provoku pak me i nguc. Bo po ne me nej me angazhuan rëktarin mas mirti. Këtë rëktarin tona? Po dhe? Le del lajna për katon, le të ankohet i pari, e ta na e marrin vesh ma let se kush po ankohet e kush pinzit ma shumë. Ki drejt. Nuk më paska shku menja këto. Mirë ka na me qu rëktarin në për katona gje, si të muj me nëzirë në i fjallë pe Miletit. Rëktari mundet se i besojnë ati ma shumë. Po. Po qështë kam t'jo i motër? Apo lo dhe shiq? Valla që vla qështo me pun të shpis, pun të oboret, të umor. Ka pakte, qështë po qëkan punat e posha? Po mirë e motër, mirë, po ka gjë shumë aty punë, po do të minejt ka gjë poshës gati. Po me thonë drejten, po mërzit na për ty, po t'lan vetë, e di që sa ditë s'kam po. Ka njerë po menona me ikë, e me lanë punën. Po me thonë drejten s'po guxoj, po tutna se pishkon menja poshës na i sen, e bohet na i bela, e bohet ma keqe për ty edhe për mu. Kjo më punë besimi. Jo vlav jam, mës riziko. Hajdi inshallah edhe mu mdel na i kismet, e ta një kalon kjo vetëmi. E ti mirë je që atë, rritë e sarajat e poshës, jeton ma mirë.
Jo, motër. Unë s'jam I lumtur kështu. Po, hajtë se menoj diçka e ta bëj qarën edhe ty. Po, më falë motër mu se po do të me shku apet, se sot du m'kish thirë pasha ma herët. Garant ka I punë urgjent. Po, pak si t'liruna, vijet qa apet. Hiq më së qumë motër. Urdhno posh, më pas ke thirë. Po, të kam thirë. Po, ullu. Ullu se jemi na vesh na dy jemi ta majmë një farmabit. Do është me dvet, apo dilish në për katon, në për qajtori, në për kafe. Po folin me letin a I sena, jo. E posh, shumë pak po m'bje me dalë, se këtu në ton ditën të pununa para borrin tuj, me punë që po më jep. Edhe qatë pak kusha e kam, nuk po muj me dalë, se po shkoj pe vizitoj pak motrën, e pe një mëj me punë të shpis ka pak. Mirë, shumë mirë. Po ngo këtu, prej nesër, kam e ta gjetë një punë. Çdo ditë kemi shku në për katon, ka 2 saat kemi sjella një pare. Kemi këshirë muhabete që sillën në i kënej. Mos po folë dikush për mu, ndash keq, ndash mirë. Po ty, nëse e lip nevoja, mund është lirisht me pshajt, me folë keq për mu. Vesh mati pak muhabetet e miletit. Çfarë mendimi kanë për mu edhe çka po folin për mu. E ty, shka do që t'nish, majnë men mirë muhabetet. Po edhe emrat e tyne. Edhe vjere më kallëzon mu këtu. Si urnën posh, kjo punë ma e letë mos bohet, po atyne që folin kesh për ty, a mi u bon diçka, a me I lidhë, a me t'i pru këto? Jo, kur gja mos I banis. Ti veç këshirë kush po fol, e shka po fol, edhe mojnë men emrat e tyne. Edhe vjen kallëzon këtë. E tana, nëse duhet, na I kemi askerte tonë, shkojnë I marin, I lidhin, e mandoj e dim shka majmë me ta. Po ki ma bet në tjese vesh me t'mejl te. Si urnën posh, pej nesër kam me dalë. Jo prej nesër. Prej sot. Si urnën posh. Mara babur, Të gjatë jetë e dëri mirë. të gjatë jeta. Mare, kush jeti nuk jam katë një. Po, kush jeti që më vetë mu? Unë jam pasha, këtë pashala këtu. Qysh peshë, ti nuk ke 4 orë thjesht. Qka e ka bën këto mole këni? Ma ban halal dhe poshtë. Une dolla me shuk, e me ushtar, gjëti. Tu I tre me gërcinat, e hupa udhën. E tu nga mas tyne, rosh në pashalakun tanë këto. Une jam djalli këti poshës, pashalakut ma pushtë, ofër juve. Sa mirë. Shumë mirë pas ke bon. Nuk e pas ke hupu udhën ti këtë.
Mirë pas ke bo që ke dalë mi. Që besa, ma ti kam dosht me i që fjallë bobës ten. Ja me orë ju kana, ja na me orë ka jo. Ashtë njëftëmi, bojmë lafe muhabet. Po shinderu, bëllë mirë e pas ke menu. Une sot këthejna, kam i kallëzu babës. Edhe besoj që ajo është razi. Edhe shka të më thotaj, unë kam ju quzon juve. Hamo, mas pori, ti me orë të baba. Edhe ashtu, a i dë fort musafert. O me vetë ka shpia, s'po ka me bo mua vetë. Mirë shumë, bro. E që s'është problem. Ta që hajde jo, da që vijon. Veç bam në zonë. Po, mëse që edhe lërë këtë punë. Sa më shpejt. U bon posh. Po gëbat, hajde, bo që drejtën ka kemë Hajde se edhe ashtu e kom hupu, se më do t'i kam të shku. Hajde, bat, heqë. Hajde birë, hajde. Mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta posh. Une kesh e kryta urnat e to që me dhe. Kesh në katone, në qajtore, bileta kova dhe gjemotin të dollë pe i gjamije. Shumë mirë, bëse bo. Qa kishte ka katuni aneja, kish na i ma bet diçka, ja. Ma bete në fillim nuk pas shumë. Po, kur janë nisa une më anku e me i koj dertët, edhe ata janë nisën të na me full. Bile njonin tha, mire ki, pse je shku me punu atë, të e di çfarë njeri janë posha. Tani, kur dolën xhamoti prej xhamis, janë nisën me thonë, çfarë poshe është ai që nuk vje bile një herë me fal një vakt me xhamotin e tij. Unë ju thash që posha falet në pallatin e tij, me njerëzit e tij, me familjen edhe me askert e tij. Po njoni bile tha, çfarë poshe është ai, tha që nuk vjen me u fal një herë me popullin e tij, thjesht. Tani posh, doja nisën më anku e me thonë që i ka kop kriza, e ti nuk po din me udheq punët e tua. Bile, njoni tha që kanë me shku me u anku edhe te veziri. Që. Pas kanë me shku më anku te veziri. A i njef këto personat, ja u demnat, ajo. Andaj jo në di shka baj me to. Po posh, i një. Tash ti tregoj krejt, ka një. Mirë. Ngom këto. Se këtu nuk i di, e thë dhe zojt kanë vesh. Ma mirë unë ti po himrena, e mi kalzon me eman, me mbi eman. Kush janë këto personat katunit që po doj kanë me shku te veziri? E më ndë i di shka bajoni me ta. Hajde. Unë erë dhe birë. Allah i babëse. Në qumë për gjëtia gjeti u hupe me ka krejtë. Shka bone që shkallove? Po mirë. Si në gjë e ti. U bona marak me nonën. Ti shuva da sker mas. Thash të boni vaki diqka. Jo, me non, e ki më po marak. Dolem gjë e ti, po të ngoma se gërsina, e hupa udhën e një me bo, a e din kone kom posët në malë. Në e rusha?
Jo, bob. E kom taku atë poshën e ati pashallokut nalt. Jo. Edhe unë njëherë nuk e njofta, po ai ma i menqëm. Si unë po, unë diktoj që nuk jam djallë i thjesht, po jam djallë pashalloku. Edhe më tha diçka çuditshme. Tha që po dën me lidhje rani e shoshni me neve. Bile unë i thash që baba e ka fort marak musafert, po thash njëherë më të kallëzo tyje e çka po thu ti? Bash mirë që e pas e taku. Se që besa kemi shumë të lashë në përkaton me miletin. Ka njësë muhen ma betet anë e kënej. E bash kisha dash me lidhje jarani me këtë pashën. Edhe kemi nevojë edhe na parat. Po është mirë me e thirë dhe me ardhë sa meret këto. Ti gru, urdhnoj shërptort në të përgatisin ushqim. Që kur të vinë me hangër, në të hajnë deri sa të lukësojnë. Ekipasha kur dale projekton e dale i knasht. O kry babë, unë e nesër ja qej selamin edhe thiri me orë të na. U ba me babën. O, të nxo tjeta posh. O, hajde mirë se ka pro zëti. Mirë se gjeta. A je mirë si je? Se e mirë shushjeti. Mirë gjallë. Qfa e mirë atë për një krej? A fulle me babën? Po posh, fulla me babën. Edhe fort jo po qefi, hiç nuk la me zgatë më shumë abetin. Më tha, më të bo selam edhe të prit me orë me nejt. Jo. Juret një ravati. Bënë selam. Kësmet në jesër me më gjes aty të tja. U bo posh, të prit me orë. E unë e po shkoj se i kam edhe punë tjera mi kry, edhe ashtu edhe kum lënë babën vetë e shpija e më zanuna ma shumë. Po himbra pak mrave? Faleminderit tjetër herë, të prit me posh me orë. Me të mirë. Ditën e mirë. Qyshja. Hajde selam. me të mira. Edhe, shka bane, e regullove që atë monën që shtash. Po posh, kem me askert, shpi për shpi e i bastesëm. 2 i ledhëm, bile njën i shkon djali ati që ka dasht me u bon posh para teje. E kjo tjetëri i shkon një varrogaci që as punoj ke e s'kish sen për mi shpirt vetin. Me hoxën, shka banët? Po posh, folëm me hoxhën edhe i tham që me fol kundër këtyne që e shojnë poshën. Se për ndryshe përgjithësit kam i mojt aj. Edhe e porositëm që mi u thonë xhamatit që posha do të më falë të shtëpia vetë, me drejtu njerëz të vetë, familjen e vetë. Qarë është? Se nuk ban mos me u konë posha në shtëpi kur falet namazi. Ato emnët që mi kallëzove, a i mshelet ato. E shkojmë ma vonë një shokën. Po posh, i mshelëm edhe i drejtu këgjë mirë bile. Po, i ranë pishman, e ja nisën me kërku falje burrat e mdhaj. Ka i lash për këta punë. Hajde. Mirë se ke ardhë pasha Efendi. Mi se gjeta o posh. Na vjen mirë që kishe folë shumë fjallë të mira të djali. Të rrit njera posha dhe ty.
që më kështë që fjallë, e më kështë thirë në konak. Me thonë drejtën, më po qefi, i po do djertë të mua bete me ty. Se dhone, njëjtë atë halë si ty, me këtë milet. Ti edhe që njëri po ka nevoj, me ndronaj fjallënaj ma bet, po ty be më pëkia dhe me kanë. Besa me ty e kam pak ma letë, fulli pak ma shtirë. Edhe une po kam nevoj për me banaj mik të mirë të fort. Edhe me i bashku pashallat që tona. Por bo më bashkë jemi edhe ma të fort. E më dhe jemi edhe ma rahat. E pende, unë e kogja mirja dira në kësoj punë. Që ka të kish nevoj të mësej, e të këshilloj. Po që deshe, edhe asker të qaj. Mirë se ke ardha posh. Po pse nuk e mërsh e grune fmine, këshum nejt bashke, këshum bolla. Faleminderit shumë prej teje, po nuk e mërë se unë nuk e kam veç një grue. Unë i kam 3. E nuk dita cilë me marë. Me marë një këtë me 2 vjetë hatëri. Po, kësmet i vjen rani e dana i ditë, e marë në njoha, i marë 3 ata, që në edhe jo, telin a i ditë, hajdi, djerën qele keni. Po, kësmet do të dalme. Po jetë më habit i shka, s'nora vesh. 3 graj kia. Mirë nive posh, 3 kam. Une, me t'i kanë, do të me qukohet. Posh jam. Mirë. Bol mirë, vëllaj. Po, ja, po mund është me dalë ka shi. E kam fjallën për kushte. A i morën me pas në i gjelozi me zveti, kështu e, fare i natje. Po posh, krejt më rinjën. Veç vullnet aki. Po, një me ti e kam habit pak. A veç një grue kia. Posh je, 3 cëpa tako. Jo, pash jo. Unë e di fort mirë që edhe takoj një o 3. Po vesh, 2 ashtu. Qa kjo i fisnike? Kush ta pas ka prish sot që po sillesh kështu? Kur gjë s'kam, veç pikëshyri punë të mija. E ti, qka ki? Jo, në kur gjë s'kam. Edhe kujdes që shpo sillesh me mua. Se e ka të pron kove të fundit. Tash po duk na e keqja, a? Mos po do me pru grun tjetër. E mja nis mua anku në mu tasht. E marë tjetërën, a nuk e marë është puna ime. Edhe nëse vendos me e marë tjetërën, ti s'ki drejt me më përzi. Marë vesh. A ti e pas ke do menen, veç mos të mlodh mu me më hyp në qafë. Es.
Hajde Bob. A u qove, a kështë pushues? Pa ju që ua bjerë, kësha pushu mirë. Mirë. Ty që ka mone sot? Vallaj Bob, kur gjë u qova herët, të menu mi kry dhe punë që kanë metë. Po ky rëktari ku kana? Rëktari e u dalë. E kështë përësit mi kry një punë, që besa së musë më kalzej, vallaj. Po. E kam porosit edhe mirë që e pas ka majtë fjallën e s'pas ka kalzu. O Bob, po du më të vedi qka. Kalzej nona që ishe të desh me marrë dhe një gru. Ajo me njartë pas ka kalzua, ha? Babës edhe me hoq, edhe me kanon më takon. Se krejt pashalarti kanë 4 gra. Ja unë e vesh një. Ka njës edhe zani keq me ndalë. Po thojnë që ki pojtutët grujës paris po gëzon me marras grujën e dytë. Pani Bob, ti je pash, që të mingu halkin, merë edhe një grue dytë. Edhe prish rati jenë edhe me gruën e parë. Jo, bre birë, pse po menon është? Pse me prish rati në shpi? Kur ta mesh dytën, ju hin edhe ajo gjelëzia i nati me zveti, edhe se cila këshirë kush sa ma shumë me punu. Pse po menon kështu? Ani Bob, ti je pash, e del ma mirë. Qysh vendose, qysh është ma mirë me jetu. Te ke fundit, kjo edhe pi shpijës më nëshme nga qitë neve. E para babën e ki për para. Dhe e dyta pashën. Ma di fjallë të kujdes shka po falë. Ani, më falë pra. Se ka njëherë po arraj, a je Bob, a je pash. Edhe une nuk pe di, a jam djallë ëtë, a jam rëktar në këtë shpi. Mirë se ke ardhë pash. Mirë se gjitha. Të më falsh kësa here, se cili pash me derte me halë e nuk mujta me dale me artë jo. Ja, bre posh, mos boj dert këtë punë. Nuk jena të këqyren. E ti që qefki me dollë, kur të banë punë, kur të ki mundësi. Që është? E pende, sot jam dalë në me punë, një punë të mirë. E pa të bo mua betë, për gruën e dytë, që besaj e me nuk ka gjë mirë për ty, po edhe për veti. Hajde Alikoftë, vesh që legojen pash. Se në këtë moment jam bo si e vesh drejt e ka ti. E pende, këtë shëqnin tënë, ti shta me bo matë fort. Jo veç shëqni, po edhe më mi qasë. E kom një qikë, e kom rritë, e kom eduku, si qikë poshë. E kom e nuk gate, e kom po men më talon qikë. Hajde Alikoftë, Më ta bo të gro dytë, e ti me pas një qikë pashës. Jo në qikë, në katonorët. Këtë gruën e parë, e mirë është. Po ty, të ka je, me pas qikën e pashës. Të vinë për nam këtu, për zonë. e u pasha Efendi. Falenderit shumë për janës tënde. Se këtë nërë, kushis më ka bandë deri sot.
E mirë që t'ka shku menja të ka kujtu. E që besa, moshën bëmban qeve që m'ke zgedh për dhëndër. E baba gjithmonë jam menon mirën qikës vetë. Qështu efendi? Mos ta zgasim këtë punë më shumë. Apo që është kam? Për hajt klëft, e o trashi klëfshin, e ja pa fshajri. Faleminderit pash, e Zotit rujt. Urdhno posh, më pas ke thirr. Po birë kam thirë. E dhatë për një punë shumë të madhe. Hajlikoft posh. Kime shku deri në Katunatgje, mesën e katunarve. Se kam vendos me e marrë edhe grunë e dytë. Për hajr qoftë Ka posh. të kishe nevoj për bilmete për ushqim. I merë krejta këtu që ka. Edhe i shpërndan mesën e katunarve. Ja u jep lajmin që pasha do me u martu edhe me grunë e dytë. Elbetet që fol dikush keq, jepi ushqim kredi. Deri sa t'ju mshilet goja. U bo posh. Për hajr qoftë ty e Zotit gëzoft. E unë e kryu këtë punë si jam mas miri. Mos e ki dert. Faleminderit. Faleminderit moj fisnike. Lumshën duhet. Kur është? Bob, për haju koft, ke martes, ju dhash Zotit gjithat mira. Hajr pasha birë. Unë dashta me i thonë një dy fjale dhe me e kry këtu këtë mavet. Unë e du me ndëru edhe me respektu këtë fisnikën që unë e kam martu. Po edhe ti fisnike. Isha dash me ndëru edhe me respektu këtë ortakën. E mos me qitë huje me zvete. E me ndarë naj zoni zi në për pashallëk. Se cila në vendin e vetë. Se cila me detyrat e veta. Edhe se cilat më konë zoja për fisën e vetë. E kjo vlen edhe për ty fisnike. Me ma ndëru ngryën tem par edhe djalin tem. Edhe krejt fisin që e kemë. Ti tashmo je pjesë e familjes edhe e fisit tonë. Nuk du me pas kur farmabit. Qysh thush pash? Unë kom pranu me qef që t'jetoj me ty. Edhe po du, edhe jo me më pranu si pjesë e familjes. Qysh thoni jo pash? Ju i merrni vendimet. Ju jeni pasha. Na do të me t'ngu. Po s'ka dert. Unë i pranoj këtë urdhnat e tua. Qa kjo vlla, qa ko ke mërzit sot? Hej, majmute. Që kam ka ik një mundësi e mirë për ty, në zvetë. Pse vlla, qa pas ka bova ki? Posha. E ka marrë gruën e dytë. Edhe nuk e ka përmen hiq ma herët. Veç kur e ka prunu të shpia. Me pas ditë,
që do në gru dytë, ja kësha mush menën me të marrë ty. Edhe kishe jetu që aty ofër meje, edhe s'kishe jek për kur gjon, e kishmi kalu këtë krizë diqysh. Po hajtë për vlla se s'u kon kismet. E nita dhona. Po aje kish marrë qikën e pashës. E ka marrë ishin e vetë. Aje nuk më merë mua. Po jo me motër, se ai grun e parë e ka katunore qështu sikur na. Po qa me bo, s'na ka ra nërmen ma herët. Po mos u bon marakti, se ai mas e ka marrë grun e dytë, e merr edhe tretën. E ja bojmë qarën kësaj pune, hiç pa merak. O vlla, mos rreziko me hup punën tënde. Mos po ta merr për të keq nisa. Jo be motër, mos u bon marak, se unë e sen si thom. Po ja bi punën me na lutaj neve. Po i fisnike. A e kishtru qatë vene, ki ma gati. Kështë shku me fletë. Ku ki me flajtë sonte? Të cila odë? Me cilën gru? Posh, unë e kam shtru shtratin. Që danë, mund është me një herë më shku. Nalo, posh. Nalo, se kjo punë kare anë. Dush me koni drejt, që sonë atje të flajt me gru në ri. E mu më kelon mas dore krejt. Martesa me 2 gra ka kushte, e nuk do të mi hynë hak as njonës. Shë ka lidhe kjo e gru. Aja ka dalë ma e zoja. E ka shtru shtratin e para, edhe son të shkojt aja. Ta kështë shtru të e para, son të më kështë e ti. Apo na mot me zotësi tashta, mos gjej arsye, se nuk ka hije heq. Ose bënu i drejt, ose bënu burr, e thuj po makona. Kështu që shka nis me do qelë goja kove të fundit, veç të ajo ka me... E di, tash kimi anis me mdenu, e me nejt veç të gruja tjetër, veç me gjetë arsye. More zot. Ja nisën këtë të djetë. Ja, ma mirë me fletë vetë sëndë. Shka bane? Po e konë, na i konë sot ajo. Jo, posh, sot kom punu këtu na për aborre, na për shpi. I kom kry do punë, po që ki na i punë veçur na. Jo, s'kam kur far punë. Po dosha me të vetë, na për katona ne Mileti, po folë na i sen për mua, jo. Jo, posh, bile veç po folin fjallë të mira. Po thojnë që poshën e pas mi pas për një me posh. Si ju tut ka gru s'par, e tash e ka marrë edhe dytën. Bile, po thojnë që posha du të me marrë edhe gru në tret, e mu bo taman posh. Ja, mërbir, ja. Alo herët është. Unë kam të lashin janë me këta dyja ku të më shkoj e menja gru në tret me e marë. Po ne se dasha me të vetë shka tjetër ti. Po, shumë na. Këto në për shpi, në për obarë. Askertë dhe rogëtartë, mos po folin a i sen. Jo, posh, nuk ka as një fjallë të keqe, se nuk guxojnë me folë, po me njone vit lejmëroj me njëherë. Qa është të duhet. U bo, Iliri.
Që kjo I fisnike. Shka po më rrë shumë kështu sot. Jo, sen s'kam. Mirë jam. Dhe që të njof mirë unë e dije. E di kur je mërzishëm, edhe di kur je mirë e s'ki sen. Unë e di që jam marrë gru e dytë këto. Edhe që jam nuse e re. Po, ortakja është kam ranon me fjallë. Mi kalon krejt punët, edhe po thot që ke desh më bo nuse e pashës, tash hajde puna. Po, mos harron edhe ju, se edhe unë jam qike pashës, e nuk jam shërptore. Që shtë po thot ajo, ha? Edhe ja nisët më njerë më ka për punë me zvete që I kine, po? He, mërë, zëtë. Jo, nuk u ka pa unë, po qka në vete të kalzova. Po, hajt le, se kalon. Po, kalon. E di që shkalon. Fisnike. Do është një di fjallë me ndru me ty. Falë pash. Nur një ta njena. Veç urnati. Qfar dreqit pas ka knu sot në vesh? Mun pas ka knu dreqi, a? Ty të pas ka knu nusja e re. Ngom këto. Sill në mirë me nusën. Se ajo nuk është as rroktare, as shërptore këto. Çdo që të ketë nevojë për rroktare dhe shërptor, ka me bollok sa dush. Kështu që kujdes që po sillna me ta. Ato pe bojna princesh. Mu bënëm shërptore edhe ti rre rahat. Ani dhëndër, qysh je? Qysh po kalën? Mirë, mik, mirë. Nuk banë më kajtë. Shëgjyrë Zotit me tanët mirët. Shëq. Që ka jam? Qysh po sillet? Apo ngërën? Mirë është. E që besa e kishe eduku, e kishe bon tamam njëri. Më ke ndëru edhe të kam bërsh për ta njëtën. E bre, posh. Posh. E të mira sot ti me quk mirë. Me të thonë drejtën e ko menua e farë punë. Hajde, Erlikoftë. Ti I derënet e punë të tua. Po, mëse vënë shumë këtë punë. Nise dhe na I fmi. Se veç është e pasërën fisin, shpijen, besa dhe pasha lokën. Po, ki drejt. Po është je, veç me një djollë, nuk ka hije. Kismet I vjen koha dhe kësaj pune. Mutër. Ka kje vla, se më tute. Mutër, veshi teshat më të mira që I ki, se sot këna me shku të pasha, se I ka do punë shpije e do musafir, e I vyke një ndimse, e unë I thash që ka me të prunë ty ma të besushme, për minimu e mi kry që të punë. Po ti, këshër, dhe shumë mirë, banë hizmetin mirë, edhe rreveç mbusqeshje, që mi rasë sy pashës, sa ma shumë. E tana, këtë punën tjetër, le ma mu. U kryo vla, unë punën tem ka me bo mas mirëte, që ashtu që shumë tha e mu sjell. Tani mutër, banu gati, e tana shkojnë, po dalën dhe në bërë. Faleminderit, Orgi.
U lëllë të ishtë nëse na keni mu shumë sot. Ju bofshin mirë. Faleminderit edhe ty se na ke zbarë thirrën sot. Ti e fort mirë dhe sot ti të kam njerit ma të besueshëm. Faleminderit posh. Me rëndësi, Bob, mirë kem kalu krejt këtë llovi. Se cili ka punu, so ka mujt. Krejt është mi falenderu, Bob. Po, birë, ki drejt. Faleminderit edhe juve fisnike. Edhe t'ju jepni bakshish krejt shërptorëve që na kam ndihmu sot. Ditën e mirë, posh. Elez, ja 2-3 fjalë da është me ti. Po, posh, urna. Da është me të vetë diçka. Veç urna, posh. Kjo motra jote, a është e martume, a ka dhanë fjalë në ikona ja? Jo, posh. Po m'je keq me isoj, se krejt shpijen kjo ma mon. Me punë shpijes, me bakti, me musafir mi prit. Mu ka bu si non, kjo m'ka rrit. Se nona herët na kalon. Që është. Ushqipët që është e vishme, e heshme. Atë kujtohet një mabet që ma po të thonë për grunë e tretë. Po, posh. Po mendoj e këshmi forcu edhe mi qasin unë ti. Nuk ishe me troktar, ma. Ishe ma edhe mi kipashës. Edhe motra, për çka do që t'ket nevoj, këshim dal hakësh edhe asaj. Shkaj të fole, posh. Kjo është ndërë e shpërblim për mu, si me ro prej qilës. Une, posh e vlerësoj këto shumë. Si që këjt e shpia, foli edhe me motrën, e besoj që më thot dishka. Qashtë. Se une po du edhe ajo me dashtë. Nuk po du me t'kesh me njësë këtë punë. U bo, posh. Hajde, Faleminderit. veç me t'mira. Terda kiki edhe ty me përjetu ato që kom përjetuar ne. Pse ashtu? Që ka ndodhë? Pasha, pe bjen edhe grune tretë, motrën ati roktarit, edhe ma e re se ti, edhe ma e bukur se ti. E tasht ki me po, qysh është me t'lon pasha ty nod vetë, e me shku nod tjetër me grunë tjetër. Edhe ajo është një katunare si ti. Une afetjes qika e njonit posh, e gruja e poshës tjetër. Edhe këtë mundu është ti me mshti i natë me poshën, po jo valla. O, ti veq je ka kup, po munosh me majt veten, po kim janë i zonin. Mirë se ke arë, pasha efendi. Mirë se qëtë. Mirë se ke arë edhe ti mik. Mirë se gjetëm, posh. Unë gjithmonë kam dësht me ju pa krejtë dhe bashkë. E me pas harmonin këtë shpi. Posh, të rrit njërë dhe ty që na ke dhirë, e na ke po bashkë. E për hajtë kuft, martesa e tretë, posh. Faleminderit. Për hajtë kuft edhe pe i mejo, posh. Unë jam i nderun që e ke zgjedh motrën tem për grue. Uroj me ta zbordh ftyrën, se ti e posh, i meriton të natë mirat. Faleminderit shumë dhe prej te mik. Por prej sodit, ti fort mirët dhe se të kam pas njerin ma të besushëm. Do të kishe pozitën ma të naltë. Ti ki me ullheq edhe shërptort, edhe rëktarët që janë këtë pashallëk. Faleminderit shumë, o posh.
Po ndjesh ajo artake? Po shkoj me pushu se jam lodhë sot. A petja nise me kungja? A peshe, qysh është me ta kthy shpinën burri, me shku me grun tjetër nod. E ti ke mit vet. Ke prit ka një dit, tash ki me prit ka 2. Bile, ka me t'ardh puna, ki me prit ka një javë. Qysh kam pritone kur erdhe ti. Qysh të donë pasha? Veç ajle tjeti lumtur. Tash të menon lumturinë e pashës, a? Hajde Fol posh. mik. Se m'pas ke thirr. Se ta është tamam mik të kam. Posh. Kom thirr me të kallëzu diçka edhe pse boll po m'vje keq me thonë, po nuk e pota qare pa të kallëzu. Te e di se unë kam besim të ti. Fol. Posh, kom një do fjallë që ky posha tjetër, baba i gruz dytë, kish vendos me ta marrë pashallëkun. Bile, kish fol fjallë dikun që ti don me bon fmi me qikën e ti, e nesër mas nesër nipi ti me ta marrë pashallëkun, e me ta përzon djallin e madh prej shpije. Jo. A je i sigurt? A je të e ditë që e të fol? Posh, unë jam interesu mirë e i kom vërtetu krejt fjallët. Po apet, inshallah unë e jam gabim. Po e shofim. Kom e njek këtë punë deri në fund. Mirë. Hajde, eq me të mira. Me të mira, posh. Posh. Unë falë, po ndeshta me folë diçka me ty. Hajde, foli i fisnikit, që pasë me fol. S'du me m'kesh kuptu, ose me mendu që kam në gjelozi. Po ndeshta me thonë diçka. Nashta edhe ti e ke mendu. Unë po du me pas një fëmijë. Shka të radë nërmen, shka të kujtu ki muhabet bashkë që tash. Po, edhe unë po du mu bonon. Edhe ti e pash, e duhesh me pas shumë fëmijë. Tash e ke marrë edhe grun e tretë, edhe me ton duhesh me bo fëmijë. Po, me bo krejt me renë. A që shtu po shkoj kënë këta punë, a? E po ngo këto. Ty këshire e merë me punë të shpis, edhe unë i di manerën e të mija. E di që ka baj. Po pse bre mik, nuk hino mrena. Këshim hangur në i samet, këshim pije, këshim bua lafë si njerëz. Jo me kjo, këto muhabete që i kom, mrena nuk bon. S'ma me u kon kërkush eq. Ojle qëtë. Shka po s'ka bon vaki kështu. Mik, ti e di që unë ka maskere njerës plët. Sen nuk lën pa marrë vesh këtë nej. Kjo është ka po du me thonë, që bisa ka gjera unë është. Hajde e ruva që pas ka krisë kështu.
Ka në orë do loj me këgjët këqia. Me këtë grune të rejtë. U gute pak. Shumë e rej. Shumë e rej. Mëc me djallin tanë. Me pas ditë. Që e ka do gru të rejtë. Me pas kalëzu mu unë të kësha gjitë. Po ti, u që më shku e mërë motrën e rektorit. Sa për mu mik, unë jam i knashëm. Është e mirë, punëtore. Lavë të kesh dhe sot më kanë zërë prej goje. Po, mik, e mirë po, sherën e kështë ma. Bile komni që edhe djollit tam ja ka shti sherën. Aja, o ka ta mashtran djollin. Bashk me vlavin e vetë. Po menaj, i kam premtu djollit në i sen, ke me të bë posha, ku t'i që. Që shpesha onë, kje ko më bo gru e djollit tanë. E vlau e sajnë, që më janë brojt ftyrën, këtë pashalla këtu. O mik, a i kemi nu këto fjallë për asë një nëzërë prej goje. Po dhe fjallë të nënëm tave. Qysh po me non djalli jam e më tratu mu. Po miko, po si e ka e dete, ata katër bashkën bo, kundër teje. Gruja e pare jutja, gruja e tretë, rektori, djallit. Bashki kanë qivijet, ti vetë kemit, unë po të thamë, hapi sytë. Jo, ka bon e zez dita. Shkam ka zohë, mik, po inshallah këta fjallë nuk janë të vërteta. Djalli jam e më ma qështu. Vëllohi mik, edhe unë po thamë inshallah nuk janë. Po, ti e poshti i me që, qush ka në shpi. Hapi sytë, hapi veshtë. Më gutë më sukur. Edhe po të kalëzaj, ke me po me syto e me veshto, ke me një shka ka në dhe. Falenderit shumë për janës tone. Po sa shkojnë në shpi une, ka me i hullumtu këtë malit. Nala birë pak, nala. Se i kam një dy fjallë me ti. Hajde bab se kesh të shku mas punëve edhe one, se shkoj dita gati. Lejti punët. Të ka të zëmë shka ndodhë kështa. Shka të ndodha bab? Kur gjonë se të ndodhë? Këtë punë Terezi po shkojnë. Krejt Terezi po shkojnë, na? Po bre bab? A, qëfar muhabet e pate që tash me këtë nusën e re? Muhabet e bab, muhabet shpijes, muhabet koti, kur gjonë eq? Muhabet koti, ha? A, që ke ajo e kesh me ashtu? Kalzom, të kesh e dhone babës. Ja? Ai bab, po falë hajnë e sen, qatë pas ka gjetë kështu? Arrejnë mrejna. Edhe kujdes shajtë ma. Ecë. Hua, a një posh. Une
kom menu që jam I lirë në këtë shtëpi, e më muhabet. Po, mas I po thu ti, unë me asnjë njeri nuk foli më në këtë shtëpi. Shërbegoj në zgatë shumë. Hani posh, hani. Bob, unë kam e prish me grunë e parë edhe tretën. Të shtinja fitilin. Si të bëjon e fmi, a I s'munët me mlanë. Ja marrin pashalekun, edhe nëse na pengon diçka ideale, edhe ati ja bojnë qaren. Nga mirë. Kjo gruja e dytë e babës tanë, po dënë me ta marrë pashallok. Na duhet me largu grujen e dytë. E tani me largu edhe babën tanë. Unë e bona nusja jote, edhe vllavi jam I ka krejt askert ka vitja. Ti bo shpash, e na jetojnë atë lumë të dhejnë fund. Qka kjo ti njeri, qka po vërtet? Kush unë? Kush unë? Kush? Kërkush nuk është nud. Ke po na jo ndër ati që sok jetu flejt. Unë e më të ju më qu. Këtu kënë, këtu, I pash. Po veç ndër ke po. Po shfar ndër e po që ju trishtove ka të shumë. E po, valaj. Shqyqen ndër ka në konë. Di bat mua betin. Që bat në bon njerë me ti e... Jo pe marrë edhe grune tete, grune dyte. Harroj që të mua bet. Kur më sta përmeni. Sta kësha ditë kimetin gru. Pasha një zatë, pasha që në ndër që ka në konën e jo është ndër. Mëre posh. As në ndër s'pas ke mujt mi duru 3 gra, edhe që pi manë shgondër. Hajtë mëre flej që aty dhe pak pusho. Ma të shot dikon largo, I gru. Veç të nga të mu.